Ndërtimet e reja në qytetin bregdetar të Vlorës po sjellin një frym të re zhvillimi urban me projekte ambicioze që respektojnë standardet më të larta të cilësisë dhe estetikës. Ky transformim i shpejt po e kthen Vlorën në një qytet modern, funksional, por dhe tërheqës, duke e pozicionuar si një destinacion luksoz për jetesë, turizëm dhe investime strategjike. Nga një qytet me strukturë tradicionale e shpeshherë të ngurtë, Vlora po i hap rrugë një realiteti të ri. Arkitektura bashkëkohore bashkëton me peizazhin natyror, duke bërë këtë zonë një nga më të lakmuarat në mesdhe. Kjo frym ndërtimi nuk është vetëm një përpjekje për të ndryshuar pamjen e qytetit, por një strategji e menduar mirë për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme dhe dinamike. Një nga elementët kyç të këtij transformimi është ndërthurja harmonike e funksionit urban me peizazhin bregdetar. Projektet e reja përfshin komplekse rezidenciale me standarde të larta jetese, hotele moderne me dizajn ekologjik, qendra tregtare me arkitekturë inovative dhe ndërtesa të përziera që kombinojnë banimin e shërbimet publike dhe tregtare. Ky zhvillim nuk do të ishte i mundur pa vizionin e qartë dhe përkushtimin e Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, e cila me kujdesin dhe kontrollin e saj rigoros ka garantuar që projektet e reja të udhëhiqen nga arkitektët më të mirë europian dhe botror. Fal këtij bashkëpunimi, Vlora po shndrohet në një qytet konkurrues me destinacionet më të zhvilluara turistike ndërkombëtare, duke krijuar një identitet të ri elitar për qytetin dhe një perspektivë të ndritur për të ardhmen. Agjencia e Zhvillimit të Territorit është kujdesur që çdo projekt të kalojë nëpër një filtr të rrep teknik dhe estetik, duke mbrojtur integritetin e vijës bregdetare dhe trashëgimisë kulturore të qytetit. Çdo ndërtim i ri duhet jo vetëm të përmbushë standardet ligjore dhe mjedisore, por dhe të kontribuojë në rritjen e cilësisë së jetës urbane. Përfitimet e këtij zhvillimi nuk janë të kufizuara vetëm në aspektin vizual. Rritja e numrit të ndërtimeve cilësore ka sjellë një gjallërim të ekonomisë lokale. Janë hapur vende të reja pune në sektorin e ndërtimit, dizajnit, turizmit dhe shërbimeve, ndërkohë që është rritur ndjeshëm kërkesa për prona rezidenciale dhe komerciale. Komuniteti vendas ka përfituar gjithashtu nga infrastruktura e re, rrugë të reja, hapësira publike të mirë projektuara, trotuar me akses për të gjithë dhe ndriçim modern. Me ndërtimin e shesheve, pedonaleve dhe hapësirave të gjelbra, qyteti po kthehet në një ambient të favorshëm për banorët dhe vizitorët. Një destinacion elitar për turizëm dhe investime, Vlora nuk është më vetëm një qytet i verës. Ndërtimet e reja kanë zgjeruar profilin turistik të qytetit dhe përtej sezonit veror. Investimet në resorte me pesyje, qendra wellness, marina për jahtet dhe apartamente luksoze me pamje nga deti po e kthejnë qytetin në një destinacion për pushime gjithvjetore dhe vend banim për profesionistët që kërkojnë cilësi jete. Investitorët vendas dhe tuaj po tregojnë gjithnjë më shumë interes për projektet në Vlorë, fal stabilitetit urban, politikave stimuluese dhe bukurisë natyrore unike të zonës. Ky interes po sjell një rritje të qëndrueshme të vlerës së pronës dhe një cikël të ri zhvillimi për të gjithë rajonin e jugut. Me një strategji të qartë mbështetje institucionale dhe përfshirje të profesionistëve më të mirë, Vlora po shndrohet në një model zhvillimi për të gjithë Shqipërinë. Ky nuk është vetëm një bum ndërtimi, por një histori suksesi për atë që mund të arrijë një qytet ku planifikimi, estetika dhe vizioni bashkohen për të ndërtuar një të ardhme më të mirë.